Rusia është e gatshme të ndërtojë bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara, por mbetet skeptike për perspektivat e një partneriteti të fuqishëm ekonomik, tha ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov në një intervistë të publikuar të hënën. Lavrov theksoi se pavarësisht përpjekjeve të jueshme të Washingtonit për të nxitur një zgjedhje të konfliktit në Ukrainë dhe për të rikthyer bashkëpunimin ekonomik, Moska nuk e sheh një perspektivë të qartë të ndritur në fushën ekonomike. Duke komentuar politikën amerikane, Lavrov përmendi atë që e cilëson si synimin e deklaruar të Shteteve të Bashkuara për dominimin ekonomik në arenën ndërkombëtare, një qasje që sipas tij krijoi pengesa në bashkëpunimin dypalësh. Ne gjithashtu nuk shohim ndonjë të ardhmë të ndritur në sferën ekonomike, tha Lavrov, duke ritheksuar skepticizmin e Moskës dhe për shkak të sanksioneve të vendosura nga administrata amerikane. Edhe pse presidenti amerikan Donald Trump ka folur për ngjalljen e bashkëpunimit ekonomik me Rusinë dhe ka ftuar homologun e tij Vladimir Putin në tokën amerikane që nga rikthimi në Shtëpinë e Bardhë, administrata amerikane ka vendosur sanksione të reja të ashpra, veçanërisht ndaj sektorit energjisë ruse. Një nga industritë kyçe të ekonomisë së Moskës, këto masa kanë krijuar një hendek mes deklaratave politike për bashkëpunimin dhe realitet të masave tregtare dhe financiare që vështirësojnë rikthimin e lidhjeve të ngushta ekonomike. Lavrov gjithashtu kritikoi qëndrimin e Shteteve të Bashkuara ndaj bllokut multilateral BRICS që përfshin Rusinë, Kinën, Indinë, Brazilin dhe ekonomitë e tjera në zhvillim. Ai e përshkroi armiqsinë e Washingtonit ndaj këtij formati si një tjetër pengesë artificiale në rrugën e bashkëpunimit ekonomik dhe strategjik ndërkombëtar. Vetë amerikanët krijojnë pengesë artificiale përgjatë kësaj rruge, tha Lavrov.